Në fshatin Bushnesh të Krujës, ku toka dhe gjaku kanë vlerë të shenjtë, një konflikt për pronësinë po ndam prej vitesh dy vëllezër. Gjergj Ndreca, 66 vjeç, ka vendosur më në fund të bëjë publike betejën e tij, duke e sjellë çështjen përpara syve të publikut. Në qendër të konfliktit është një sipërfaqe toke përreth banesës familjare, që sipas Gjergjit po i merret padrejtisht nga nipat, pa dokumente dhe në kundërshtim me ligjin. Quhem Gjergj Ndreca, banues dhe lindur në fshatin Bushnesh të rrethit Krujës. Kam një ngatres me vllajën tim të madhin, Pal Ndreca, për çështje pronash. Na kena pas një shkëmbim pronash, tash aja ka marrë pronën e vet, mos më kthen pronën time. Kërkoj nga gazetarët që të më lëvizin institucionet që unë të përfitoj tokën që disponoj me letra. Nuk kërkoj as lmosh, as kur gjë. Çdo dokumenta që i disponoj unë, duhet të vehen piketat dhe të merret toka siç është në letra që disponoj. Gjergji rrëfen me trishtim se ka kërkuar ndihmë edhe tek institucionet shtetërore, por dhe aty është përballur me zhgënjim, pavarësisht se posedon dokumentacion të rregullt të pronësisë. Gjergji thotë se nuk arrin të gjejë të drejtën as përpara ligjit. I lodhur nga përpjekjet, ai është dorëzuar përballë institucioneve dhe sot shpresa e vetme që i ka mbetur janë mediat. Kam besim tek mediat që do ta popularizojë dhe do të ecin në lëvizjen institucionet. Unë kërkoj vetëm drejtën time. Dokumentat që kam qitamet mia i du të rregullta, pa probleme, mos kem probleme me vllaznin, as me shoqnin, as me asnjëri. Gjergji apelon për ndihmë, jo vetëm t'i rikthehet prona, por edhe marrëdhënia me të afërmit.